Përshëndetje, mirë se erdhët. Shenja e dashit. Java në vazhdim problemi që ka është problemi shëndeti mendor më tepër se shpirtëror, mund të them mendor, sepse vazhdojmë që të jemi në trysnin e Saturnit, kjo vazhdon që të nxjerrë sfida përballë nesh, madje mund të kemi edhe gjëra të cilat nuk na pëlqejnë tek vetja jon, këto do të dalin edhe më tepër në skenë, do të kemi një farë pasigurie, edhe kjo do të dalë më tepër në skenë, por kjo është java e fundit. Prandaj, në vend që ti anashkaloni, do t'ju këshilloj që ti merrni parasysh dhe ti vëzhgoni sa është e vërtetë dhe sa jo, në qoftë se ndjeni të nevojshme të kërkoni edhe mendimin e personave që keni rreth rrotullt, sidomos familjarët tuaj në këto momente ju ndihmojnë vërtet shumë, sepse janë persona të cilët janë të paanshëm në lidhje me këto pikpame, prandaj do t'ju ndihmoj që të kuptoni nëse është e vërtetë ajo çfarë ndjeni apo jo. Për sa i përket të gjitha temave të tjera, në përgjithësi kemi ndikime pozitive. Duke qenë se kemi një rritje të socializimit në këto momente tek shenja e dashit. Nga Neptuni që ka kaluar tashmë tek shenja juar, kemi një fokusim shumë të madh tek krijimi i një individualizmi të shëndetshëm. Po filloni që të krijoni një identitet, po filloni të krijoni një identitet i cili është shumë i respektuar, sepse keni bërë dhe punën ju që nevojitej dhe për këtë arsye do të filloni gradualisht duke filluar më tepër pas datës 14, pra duke filluar nga java që vjen nga data 16 gusht tek tutje, që çdo gjë që bëni të përkthejë edhe në të ardhmë materiale të mira, të jeni më shumë më të suksesshëm në karrierën tuaj dhe mbi të gjitha të keni edhe lidhje sentimentale të cilat mund të shndërrohen shumë shpejt dhe në mënyrë shumë të thjeshtë edhe në lidhje shumë serioze. Shenja e dashit gjatë kësaj jave. Do t'ju këshilloja që vazhdoni që të jeni shumë të kujdesshëm edhe në lidhje me shëndetin tuaj fizik. Arsyeja që them këtë është edhe pse kemi kënde pozitive në këto momente të shironi që është tek shtëpia juaj, tek shenja juaj. Do të vazhdojmë që të kemi të trysnin në botën tonë të brendshme, si edhe kjo mund të thotë edhe një ulje e imunitetit, sepse do të kemi vazhdimisht një shpërdorim të energjisë tonë, si edhe kjo mund të prekë edhe shëndetin fizik, prandaj në këtë pikë do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm. Pak më tepër tashmë edhe planetet dalin ngadalë, po kalojnë tek shenja e peshqve dhe si rrjedhoj energjia jonë në përgjithësi na shkon tek mendja jonë. Prandaj edhe ana jonë fizike mund të ngelet me më pak energji, po e them në këtë mënyrë sepse vazhdimisht jemi në kokë, pra mendojmë. Dhe si rrjedhoj do të na duhet pra që të jemi më të kujdesshëm në lidhje me shëndetin tonë fizik. Për sa i përket një ndikimi, ose më them ndikimi që do të keni nga këndi negativ që ka Marsi me Jupiterin, duke qenë se Marsi është drejtuesi juaj, keni një ndikim vërtet shumë të fuqishëm, mund t'i prishni vërtet shumë punë vetes tuaj me shoqërinë në këtë rast. Prandaj edhe këtu do t'ju këshilloja që t'jeni më të vëmendshëm dhe më të vetëdijshëm. Në qoftë se nuk e keni në dorë ose nuk e kontrollon dot veten tuaj, do t'ju këshilloja që gjatë javës në vazhdim, pra datën 11, 12 dhe 13, ta kaloni pak më të izoluar dhe të mos takoheni me persona që kanë shumë rëndësi, sepse mund të keni tendencë që t'i thyeni zemrën atyre. Për përsëris, ajo nevoja për liri mund të dalë shumë më tepër në skenë dhe mund të jetë vërtet shumë e panevojshme dhe për përsëris mund t'ju prish vërtet shumë marrëdhënie të cilat janë të rëndësishme për ju. Prandaj këto 3 ditë do t'ju këshilloj që jemi pak më të izoluar e kemi më të thjeshtë, pas kësaj që të perceptojmë se çfarë është e drejtë e çfarë nuk është. Shenja e Demit, për shenja e Demit java në vazhdim është e vështirë, por është edhe shumë pozitive. Është vërtet shumë pozitive. Arsyeja që është e vështirë është se do të fillojmë që të kemi gradualisht një këmbë negativ edhe të diellit me Uranin, cili është vendosur tek shenja juaj. Pak më tepër që deri ditën e martë do të kemi këndin negativ të Venusit që është drejtuesi juaj me Uranin që është i vendosur tek shenja juaj. Si rrjedhoj, kemi vërtet kriza të rëndësishme, kriza identiteti, kemi kriza në vendin tonë të punës, mund të keq kuptojmë shumë se çfarë na thuhet, sidomos nga prorët tanë, po ashtu edhe ne mund të veprojmë në mënyrë shumë impulsive sepse jemi të lodhur tashmë. Për këtë arsye do t'ju këshilloja që gjatë gjithë javës në vazhdim të jemi pak më të tërhequr. Një lloj siç është tek shenja e dashit është e vlefshme edhe për ju. Por për ju më tepër është në lidhje me karrierën tuaj. Të mos merrni vendime të nxehtuara. Ajo ndjesia e lirisë për ju mund të përkthehet pikërisht në vendime të nxehtuara në lidhje me karrierën. Në qoftë se e keni ndier veten që nuk po merrni vlerësimin që meritoni, sidomos ditën e hënë të martë, mund të veproni në shumë impulsive dhe të prishni edhe punën që keni bërë për një kohë shumë të gjatë.
Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të paktën ditën e hënë të marrë të mos merrni asnjë vendimi, edhe nëse thotë diçka dikush, gjatë asaj dite thjesht dëgjoheni, përpunoheni, nëse keni persona që keni besim, jo tek vendi juaj punës, por më tepër tek familja ose shoqëria e ngushtë, do t'ju këshilloj që të drejtohesh te ata dhe të merrni mendime edhe prej tyre, sepse do t'ju drejtojnë në rrugën e drejtë. Por nëse veproni në mënyrë impulsive, sidomos gjatë këtyre 2 ditëve, vërtet që do t'i prishni punën vetes tuaj dhe përpërsisht mund të shkaktoni dëme në karrierën tuaj që mund të jenë të parekuperueshme. Ana pozitive e këtyre këndeve negative në të vërtet është se nëpërmjet krizave dalin dhe mundësi të reja. Për shembull, nëse ju qëndroni të qetë, do të keni aftësinë që të zgjidhni probleme që mund të ekzistojnë tek vendi juaj i punës, të gjeni rrugëdalje për kriza që mund të jenë përsëri tek vendi juaj i punës, ose nëse keni punën tuaj, pra keni biznesin tuaj, mund të gjeni rrugëdalje dhe një mënyrë shumë më inovative për të avancuar përpara, si rridhoj. Pra mjafton që të jemi të qetë, kemi mundësi që të zhvillojmë pra këtë kënd negativ ta përkthejmë në një mundësi vërtet shumë të madhe për të ardhur materiale vërtet shumë të mira. E kam thënë tek video që kam bërë në lidhje me uranin, deri në datën 26 prill, ju do të vazhdoni që të jeni në këto lloj ujërash. Pra do t'ju duhet që të përzierni mirë se çfarë po bëni, në mënyrë që pas datës 26 prill të filloni të shikoni të ardhur materiale të mira. Por deri në atë datë vërtet që duhet të punoni. Duhet të punoni në mënyrë të ndërgjegjshme, të vetëdijshme, më të themi. Ky është një ndikim shumë i madh dhe është shumë i rëndësishëm, prandaj qëndrova pak më tepër këtu. Ndërkohë që duke filluar nga dita e martë e tutje, kemi kalimin e Venusit e përmendur tek shenja e Peshqve, është ndikim shumë i madh pozitiv. Ky për ju, do të thënë vërtet ndikimi më i fuqishëm dhe më pozitiv që mund të kemi. Pak më tepër që në këtë moment e kemi edhe një vendosje tek shenja e Bricabit që u bën shumë serioz në përqasjen që kemi ndaj lidhjeve serioze. Si rrjedhoj, futemi në fazën ku çështje sentimentale për ju fillojnë që të lulëzojnë. Pra, në qoftë se nuk fokusohemi shumë tek problemet që kemi aktualisht tek jeta jonë profesionale ose tek marrëdhëniet familjare, të cilat mund të jenë pak më tepër krizë gjatë pjesës së parë të javës, pra deri në orën 13 të ditës së martë, pas kësaj e kemi vërtet shumë herë më të thjeshtë që të fokusohemi tek gjërat që janë më sentimentale, që na bëjnë më tepër të lumtur, si do të targetojmë më tepër. Për ju që të jemi social gjatë javës në vazhdim, do t'ju këshilloja me ngul, sepse këtu do të jetë një pikë ku mund të shfryeni gjithë atë stresin që keni kaluar gjatë kësaj periudhe, dhe madje pas ditës së martë tuti edhe Venusi do t'ju detyrojë në një farë mënyrë që të kaloni më tepër kohë me shoqërinë tuaj. Ky është një ndikim pozitiv për ju, po e nënvizoj. Madje do t'ju këshilloja që edhe gjatë datës 11, 12 dhe 13 që do të kemi këndin negativ të Marsit me Jupiterin, të mos kaloni shumë kohë duke menduar për punën tuaj, sepse kjo është diçka që ju streson më tepër se çfarë duhet dhe mund të prek në mënyrë të dukshme edhe shëndetin tuaj fizik. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi ndikime pakës të përzierë. Arsyeja që janë të përzierë është tashmë Merkuri, duke filluar nga dita e sotme, do të kalojë tek shenja e Peshqve. Si rrjedhoj, logjika juaj nuk më është ashtu siç ka qenë më përpara. Dëshira për të marrë informacione të reja vazhdon që të jetë e njëjta, por këto nuk mundeni ta përballoni sepse ju dalin vazhdimisht gjëra që ju shpërqendrojnë. Kjo është diçka normale, madje është një fazë të cilën do t'ju këshilloja me ngujmë që ta përdorni, sepse të gjitha informacionet që keni marrë gjatë gjithë kësaj periudhe, madje të gjitha informacionet që po downloadoni në këtë moment nga universi, është e vetmja mënyrë që të mund t'i përtypni. Kjo është edhe arsye që po ndodhen të gjitha këto. Aty ku ju shpije mendja, keni patjetër diçka që duhet të mësoni. Pra nuk janë mësime siç ju i merrni zakonisht, por janë mësime më tepër në botën shpirtërore. Pra, shpirti juaj në këtë moment po mëson, po e them në këtë mënyrë. Si rrjedhoj, kemi një zgjerim vërtet shumë të madh edhe të horizontit për ju. Kemi hyrje në jetën tuaj të shumë individëve të rinj. Pak më tepër që eklipsi i diellit që do të jetë në datën 17, pra javën që vjen, do të thotë për ju edhe krijimet të lidhjeve që janë shumë të rëndësishme, lidhje vërtet shumë të fuqishme shpirtërore, të cilat mund të jenë edhe sentimentale, por mund të jenë edhe lidhje komplet platonike, pra shoqërore. Si rrjedhoj, kjo është java që është para përgatitja për atë, në mënyrë që ju të mësoheni me këtë frymë, pra që jo gjithçka, jo çdo informacion duhet patjetër që të jetë e logjikshëm, mund të jetë edhe në një fushë tjetër, pra në ndjenjat.
Është për këtë arsye një javë përgatitore për këtë temë. Por duhet jeni të fokusuar edhe tek karriera juaj. Tek karriera juaj, ndryshe nga çfarë ishte nga tema që sa përmenda, duhet jeni vërtet të përqendruar, të zgjidhni diçka e cila po funksionon, që jeni të qartë në ide dhe të filloni që të fokusoheni tek ajo në mënyrë që ta zgjeroni dhe më tepër. Gradualisht drejtuesi juaj Merkuri do të bëjë disa kënde pozitive edhe me Jupiterin. Kjo do të jetë gradualisht më tepër gjatë javës në vazhdim, por edhe këtë javë do të fillojmë që ta ndjejmë ditën e premte, të shtunë dhe të diel. Si rjedhoj, kemi mundësi që të avancojmë në karrierë, në qoftë se jemi të fokusuar tek diçka që funksionon përsëris dhe ta përkthejmë në të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pra, ajo çfarë dim, ajo çfarë njohim na bën mirë dhe do ta zgjerojmë atë na bën edhe më mirë. Të gjitha informacionet që na nevojitet i kemi brenda, mjafton që të jemi pak më të qetë dhe të mundohemi që të përtypim ato çfarë kemi marrë. Në qoftë se ndihemi të nevojshme, këshillimi do të ishte që në këto momente të drejtohemi tek individ që i quajmë pak a shumë si mentorë tanë, individ të cilët kemi respekt për mendimin e tyre. Këta do të na ndihmojnë që të drejtohemi tek rruga që na nevojitet dhe përsëris gjithë puna që bëjmë në këto momente do të thotë të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Tashmë jemi futur në atë fazë ku puna që po bëjmë na vlerësohet dhe përkthehet në të ardhur materiale të mira. Ndërkohë që kemi një ndikim i cili është specifik për ju në lidhje me shëndetin. Duke qenë se në këto momente kemi pasur shumë probleme me virozat, në qoftë se keni pasur probleme me virozën dhe ka kaluar tek mushkrit, kjo është javë ku do të fillojmë që të kemi shërim të këtyre tematikave, do të jetë më tepër e vlefshme duke filluar nga dita e premte tutje, por edhe deri në atë datë, sidomos edhe nesër që është data 7 shkurt, do ta vëmë re këtë së ndikim. Do të kemi një zbutje të gjithë problematikave shëndetësore. Këtu bëhet fjalë për shëndetin fizik. Pra, është një javë pozitive në lidhje me shëndetin fizik, në qoftë se e ndihmoni dhe ju, atëherë e keni dhe më të thjeshtë për të shëruar. Shenja e Gaforës. Jemi drejt një eklipsi dielli. Si rjedhoj, për shenjën e Gaforës, kjo do thotë që jemi drejt një hëne të re. Pra, energjia është duke ulur. Por në vend që të ulet energjia, në këto moment është duke u rritur. Si rjedhoj, kemi disbalancim vërtet shumë të madh asaj çfarë duhet të jetë dhe asaj çfarë është. Pra, energjia e jashtme me energjinë e brendshme nuk janë në balans me njëra tjetrën. Dhe si rjedhoj dhe ne nuk dimë se si të veprojmë dhe ku të hedhim hapin. Kjo është edhe arsyeja që shenja e Gaforës në këtë moment po lodhet, sepse nuk është e qartë se çfarë duhet të bëhet. Ne ecim me hënën. Pra, jemi vërtet lunatik. Kjo nuk do të thonë diçka negative, do të thonë që ky është ajo territoria jonë si rjedhoj, ndikojmë vërtet shumë prej tyre, prej tij. Por në këto momente na duhet një farë qartësie. Mënyra e vetme që mund ta marrim këtë qartësi do të jetë pasi Saturni të ketë kaluar tek shenja e Dashës, sepse në këto momente vërtet që gjithçka është e paqartë dhe nuk dimë se ku e kemi kufirin. Kjo do të jetë në datën 14 shkurt. Pra kemi kohë deri atëherë dhe pak më tepër që me datën 14 shkurt do të kemi edhe kalimin e hënës tek faza balsamike, që është faza e fundit dhe kemi mbrojtje më të ulët, si rredho edhe energjia jonë është edhe më ulët. Si duhet ta bëjmë ne gjatë kësaj jave që të mos kemi probleme si me shëndetin tonë, po ashtu dhe të vazhdojmë që të jemi aktiv, sepse na duhet të bëjmë edhe punë. Në radhë të parë, duhet të zgjedhim gjërat. Nuk mund të bëjmë të gjitha gjërat në herësh, duhet të jemi shumë përzgjedhës në këto momente. Dhe duhet të bëjmë drejtësi. Duhet të kemi patjetër drejtësi në jetën tonë, sidomos nëse diçka ose dikush na ka bërë veprime, ose ka bërë diçka e cila është një padrejtësi kundrejt nesh, gjatë kësaj jave duhet të fillojmë që të marrim masa, të vëmë kufij të qartë dhe ti mbështesim ato, ose më them ti mirëmbajmë ato. Gjatë kësaj jave kjo është sfida më e madhe që do të kemi ne si shenjë Gaforës, sepse të gjithë kufijt tan vërtet që do të sforcohen, nga të gjithë personat që kemi rreth, nga familjarët, nga kolegët, po ashtu edhe nga njerëzit tan të zemrës, pra nga partnerët tan. Nuk ka fare rëndësi. Prandaj edhe duhet të vazhdojmë që të mirëmbajmë ato. Për sa i përket ndarjes së pronave, kjo është një nga javët më problematike, sepse edhe pse mund të kemi rezultate shumë pozitive, do të na lodh shumë. Përsis drejtësia gjatë së javës ka shumë rëndësi dhe si rridhoj, në qoftë se ne thjesht për të mirën ose më themi të përpaqen e personave që kemi rreth rrotull, nuk vazhdojmë që të kërkojmë drejtësinë që na nevojitet për të gjithë, pra detyrimisht do të kemi probleme shumë të rëndësishme, sepse sistemi do të luftojë kundër nesh. Duhet të jemi vërtet të qartë se çfarë na nevojitet të bëjmë dhe ta bëjmë atë. Por përsëris, duhet të bëjmë gjërat një nga një, por kjo nuk do të thonë që duhet të bëjmë pa drejtësi vetes tonë. Detyrimisht jo dhe të tjerëve.
kjo është e qartë besoj. Ndërkohë që rritja më të madhe gjatë kësaj jave, shenja e gaforës pavarësisht të gjitha këtyre ka në lidhje me karrierën. Sepse këtu kemi një imagjinat shumë të lartë, jemi shumë tepër efikas dhe si edhe kemi dhe aftësinë që gjithçka ta përdorim për ta përkthyer. Pra pak a shumë kemi një fuqi, super fuqi manifestuese në këto momente dhe këtë arrim që ta përdorim për të krijuar jetën që ne dëshirojmë. Shëndetin detyrimisht do të jemi të kujdesshëm, edhe pse në këto momente shenja e gaforës është në lidhje me shëndetin fizik është në rekuperim më sipër, vlerat tashmë kemi mësuar, prandaj dhe kemi më të thjeshtë të kërkojmë atë çfarë meritojmë. Një ndikim tjetër që është shumë pozitiv, do të jetë pozitiv që gjithë javës në vazhdim, këtë lash për në fund, është në lidhje me çështje sentimentale, sidomos personat të cilët kanë pasur lidhje që kanë qenë toksike, të pashëndetshme, si edhe ka humbur besimin tek lidhjet në përgjithësi. Gjatë javës në vazhdim, mund të kemi takime, nuk po them thjesht do të njihemi personet të tjerë të zemë, po them që do të kemi takime, njohje, të cilat do të ndihmojnë ata që të rikthehen besimin tek lidhjet e tyre, që lidhjet mund të funksionojnë përsëri. Dhe si rrjedhoj pas kësaj të jemi më të hapur ndaj këtyre tematikave. Shenja e luanit. Shenja e luanit gjatë javës në vazhdim ka ndikime shumë të fuqishme dhe në përgjithësi kemi pozitive afërsisht. Okej, po flas njëra vetëm për ndikimin negativ që kemi, është nga data 11 deri në datën 13 shkurt kemi këndën negativ të Marsit me Jupiterin. Ky kënd negativ do të mund t'i bëj shenjën e luanit që të veprojmë në mënyrë shumë impulsive kundrejt partnerëve të tyre. Kemi mësuar tashmë se si të jemi empatik, prandaj edhe këtë fuqi që kemi mësuar, pra super fuqi që kemi mësuar, do të këshilloj që gjatë javës në vazhdim ta vini në jetë. Kemi disa ndikime të cilat janë shumë pozitive, por janë dhe pak të lodhshme. Atëherë po fillojmë te karriera, sepse kjo është një nga tematika më të rëndësishme që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Për shenjën e luanit, në këto momente karriera kemi aftësi që të rritemi shumë, sepse kemi aftësi që të perceptojmë se cila është rruga që duhet të ndjekim. Sidomos nëse nuk kemi qenë të sigurt, nëse doam të kishim ndryshime, nëse dëshironim që të krijonim diçka që është më e përshtatshme për ne, ndoshta që të merrnim vlerën që ne meritojmë e të tjerë të tjerë, çështja e javë kemi mundësi që ta perceptojmë këtë. Por në të njëjtën kohë mund të edhe të na ngel pak më tepër hatri, të veprojmë në mënyrë impulsive kundrejt eprorëve tanë, sidomos në qoftë se nuk kemi marrë atë çfarë ne meritojmë ose që mendojmë se meritojmë. Për këtë arsye, edhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm. Në qoftë se jemi të kujdesshëm, kemi aftësi që të diskutojmë, të komunikojmë në mënyrë të shëndetshme. Pak më tepër që e kemi këtë aftësi. E kemi këtë aftësi sepse në këtë moment e kemi shumë vendosur tek shenja ujorit. Dhe shenja ujorit kjo do të thonë komunikim i shëndetshëm, sepse arrim që ta perceptojmë sistemin të plotë. Si rrjedhë, kemi aftësi që të përziten fjalët ashtu siç duhet. Pak më tepër që në këto momente kemi disa kalime planetare edhe tek shenja e peshqve, si rrjedhoj rrit shumë intuitën tek të gjithë ne dhe në këtë rast për shenjën e luanit, ky intuit është vërtet shumë e domosdoshme sepse i ndihmon ata që të perceptojnë se çfarë po mendon pak a shumë personi përballë dhe të veprojnë në bazë të saj. Për sa i përket ndarjes së pronave, të ardhurat materiale të përbashkëta e të tjerë, tashmë do të fillojmë që të kemi pak a shumë një farë drejtësie. Do të fillojmë që të marrim atë çfarë ne na duhet që të marrim. Dhe përsëris këtu është më tepër ajo empatia që kemi fituar deri në këtë moment, arrim që të përdorim për të thënë personave përballë atë çfarë duhet që të themi, në mënyrë që të marrim pra atë çfarë meritojmë, të gjithë. Për shenjën e luanit në këtë moment e kemi ndryshime vërtet shumë të mëdha. Ecëm me një hap gjikant, të cilën ju ndoshta nuk keni dëshirë që ta bëni ose ta hidhni, sepse edhe ju jeni një shenjë fikse dhe seriozisht dëshironi shpesh të qëndroni në zonën tuaj të komfortit, por në këtë moment nuk kemi mundësi ta bëjmë më këtë. Pra duhet të ecim, duhet të avancojmë, patjetër. Sidomos eklipsi i diellit, do të jetë në datën 17, pra e thash në fillim që po ecim drejt asaj. Është një parapërgatitje kjo javë për atë eklips. Gjatë kësaj jave duhet të kuptojmë se çfarë neve na duhet vërtet. Cilat janë individët që na bëjnë mirë, cilat janë individët që ne na dëmtojnë në mënyrë që nga ai eklips e diellit të mund të heqim nga jeta jonë, persona që janë problematik të pashëndetshëm nga jeta jonë dhe që na dëmtojnë mbi të gjitha, dhe të fillojmë që të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë, sepse në këtë moment e kemi ndryshime shumë të mëdha, përsëri në lidhje sentimentale, po ashtu edhe në karrierë, po ashtu edhe në lidhje me shtëpi, me banesën ku jetojmë. Prandaj edhe për shenjën e luanit në këtë moment e kemi pak a shumë si instinktive që duam të ndryshojmë, po se çfarë duam të ndryshojmë nuk e di. Ky është momenti që mund ta kuptojmë këtë gjë. Mjafton të dëgjojmë atë zërin tonë të brendshëm.
Ditët që janë problematike, vërtet që janë shumë problematike, janë data 11, 12 dhe 13, sidomos data 13 do ta ndjej edhe më tepër, por përsëris kjo sepse vërtet intuita jon ose më themi bota jonë e brendshme mund të ndihet shumë e sfiduar, mund të kërkojmë një liri që është e panevojshme dhe sidomos partnerët ta mund të perceptojnë si armiq të kësaj lirie që neve na nevojitet. Në thonjza, prandaj duhet të jemi pak më të qetë, të shikojmë realitetin ashtu siç është dhe në qoftë se na nevojitet. Për ju do të këshilloja që të merrni mendimin e personave që keni pak a shumë figura autoriteti në jetën tuaj, mund të jetë babai ose mund të jetë edhe këta mentorët tuaj e të tjerë e tjerë. Pra këta janë persona të cilët janë njerëz që gjatë kësaj jave do të drejtojnë aty ku duhet në mënyrë që të mos humbisni dhe të fitoni. Shëndetin normalisht të kemi të kujdesshëm, nuk ka nevojë ta them se. Shenja e Virgjëreshës. Por shenja e Virgjëreshës gradualisht do të futemi në fazën ku ajo lodhja që kemi pasur gradualisht do filloj që të tretet. Nuk do të ndodhë me njëherë, por do të filloj që të ndodhë gradualisht. Gjithsesi, gjatë kësaj jave, data që përmenda, pra data 11 deri në datën 13 shkurt, do të jemi shumë të kujdesshëm, sepse për ju mund të thonë vërtet probleme tek vendi juaj punës me kolegët tuaj, si dhe disa veprime shumë të nxituar, të cilat mund të shkaktojnë dëme të rëndësishme në fizikun tuaj. Mund të ndjeni një nevojë të papërmbajtur, më duhet të them që të ndryshoni, sidomos pamjen tuaj të jashtme gjatë kësaj jave, që të përshtatet më tepër me atë botën tuaj të brendshme. Normalisht është zgjedhja juaj, por këshillimi do të ishte që ndryshime shumë drastike të mos bëni, sepse kjo mund të jetë një nga temat më të rëndësishme gjatë kësaj jave, dëshira për të ndryshuar komplet gjithçka që kemi në jetën tonë. Kjo është diçka që detyrimisht nuk këshillohet, sepse vërtet që do të na dëmtojë, madje nëse e teprojmë edhe me lëvizjen tonë dhe me sportin e të tjerë. Kjo është një nga javët që mund të dëmtohen. Çdo gjë duhet bërë me moderitet. Nëse keni një dëshirë që të bëni udhëtime e të tjerë, edhe kjo është diçka që do t'ja këshilloj ta bëni me moderitet, nëse është një udhëtim i afërt. Okej, dakor, por nëse është diçka që ju kërkon që të zhvendoseni ose të udhëtoni në një vend shumë të largët, detyrimisht nuk do t'ja këshilloja. Në lidhje me shëndetin fizik jeni të prekur, prandaj edhe javën në vazhdim të këshilloj që të jemi pak më të qetë. Nëse ndjeni patjetër instinktin që të bëni diçka, me moderitet, përsëris. Por do të kemi kalimet planetare tashmë tek shenja e peshëve. Kemi, duke filluar nga dita e sotme, do të kemi Mërkurin që kalon këtu, është një ndikim shumë i madh pozitiv. Për ju është vërtet shumë pozitiv sepse do të dilni tashmë nga koka juaj, do të shikoni më tepër realitetin, do të argëtoheni më shumë. Pra, nuk do të ta lodhni veten tuaj, po e them në këtë mënyrë. Nuk do të mundoni që të vini rend edhe aty ku është e panevojshme, do të filloni që të shikoni gjërat me më tepër thjeshtësi dhe si lidhen me njëra tjetrën, si rredoj të keni edhe më tepër mundësi që të shplodheni në mendjen tuaj, pra në kokën tuaj. Kjo detyrimisht do t'ju bëjë persona që të jeni më të këndshëm edhe në çdo ambient, si rredoj kemi edhe aftësinë që vërtet të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme. Kjo do të ndodhë edhe më tepër, do të fillojmë të ndjejmë këtë si fazë, domethënë, me kalimin e Venusit tek shenja e peshëve. Është në datën 10, është në orën 13 e pak. Pra, nga dita e martë e tutit, tashmë do të futemi në një fazë shumë më tepër romantike. Është diçka shumë pozitive. Për këtë arsye, ndërkohë që deri në këtë moment jemi mbashtë çdo gjë ta zgjidhim me efikasitet, me logjik, pas asaj do të fillojmë të jemi pak më tepër në ndjenja në zemrën tonë. Është një ndikim pozitiv. Për ju vërtet që është pozitiv. Sepse nuk do ta lodhni veten ai shumë, por i përsëris disa herë, se do të keni më tepër mundësi që të argëtoheni, gjithsesi për shëndetin fizik do të jeni të kujdesshëm. Kemi një ndikim i cili është pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale, përtej asaj që do të jemi romantik, mund të krijojmë edhe lidhje të cilat janë shumë serioze, shumë pozitive dhe keni edhe një lulëzim edhe të kreativitetit në këto momente. Do ta ndijmë shumë gjatë ditës së mërkur, gjatë ditës së mërkur ta ndijmë edhe më tepër. Dhe në qoftë se e përdorim atë ditë pra në maksimum, detyrimisht edhe pjesa tjetër e javës do të jetë shumë efikase, mund të ndërtojmë të ardhur materiale të mira ku këtu do të fillojmë që të kemi lulëzimin e ndukshëm, sidomos duke filluar që nga java që vjen, pra ose më them duke filluar nga e mërkurë e tutje. Kemi tashmë shpërblimin e gjithë punës që kemi bërë, sidomos nëse kemi pasur problem për të marrë atë çfarë meritojmë, përpërsisht në lidhje me të ardhurat materiale. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Ditën e hënë do të flas në lidhje me eklipsin e diellit që do të jetë në datën 17 shkurt. Është shumë e rëndësishëm detyrimisht sepse është eklips dhe ndikimi i tij do të jetë për 2 vite gjysmë me radhë.
Prandaj do t'i këshilloja që ta ndiqni, nëse jo ditën e hënë, mund ta ndiqni edhe ditën e martë kur ta kem vënë tek kanali im i YouTube-it. Faleminderit shumë të gjithëve dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.